o Allah, ndihmom, i kam disa borgje, i kam disa borgjli, po mi kërkojnë të hollat, une nuk kam, më jep o Zot, më jep që t'i laj borgjet. Sa ki borgj? Ndoshta i ki borgj 10.000 euro. Allahu nuk t'i ka dhënë. Për momentin Allahu nuk t'i ka dhënë. Sa i ke kërku? 10.000 euro. Allahu nuk t'i ka dhënë. Mirë po, ndoshta Allahu në atë rast për shkak të asaj duaje të ka shpëtu ty ose familjen tënde ose evladin tënd prej një operacioni i cili kushton 20.000 euro. Jo 10, edhe ma shumë. Po ku është mërzia, ku është pikëllimi, ku është dhimbja, ku është trishtimi, ku është frika, ku është ajo gjendje që ti se ke përjetuar fare. Pse nuk e ke përjetuar? Allahu ta ka lehtësuar gjendjen. Por çfarë arsye? Për shkak të duas që e ke bë. Ndoshta për një dua që ti e ke bë, Allahu nuk ta ka pranuar këtë, ta ka dhënë këtë tjetrën.